kemi pa u parë. Jemi në ato netet e verës që realisht nuk dua që të mbarojnë. Janë të qeta, të avashta, të ngadalta, jam në shtëpinë e prindërve ku çdo gjë është shumë perfekte, shumë paqësore dhe ndihet shpirti plot. Edhe përveç kësaj pjese, jam në ambient të pastër, jam në natyrë, në perëndime që i kam çdo pasdite dhe çdo mbrëmje përballë shtëpisë time, edhe janë nga ato ditët që do bëjmë grill, sepse goca e dajos time Viki ka ardhur këtu dhe do shijojmë pak, thjesht do bëjmë pak girls talk me mamin, edhe nesër nisem për në Gjermani ku ka më bukur. I ftuari im special që është bërë për të larë, për të pastruar, Pulushi, sepse ne do ndezim zgar, unë kam bërë një dush sepse është e vetmja gjë që më pëlqen vera dhe dushi, janë dy kombinime shumë të bukura që ndjej freski dhe shumë shplodhje realisht. Edhe më pëlqen që më thanë edhe flokët kështu natyrale. Unë nuk e di, kam rregulluar diçka në settings në kamerën time. Nuk e di sa e saktë dhe se sa ja kam arritur qëllimit se si e doja, por deri tani më duket okay, kur të hap laptopin që të editoj, do duket akoma edhe më mirë. Pulushi u ngrit sepse u po hapet porta e shtëpisë që erdhi Xhaxhi nga puna, edhe sigur që nuk kemi nevojë as për rojë as për kamera, i kemi vendos kot kamerat, sepse Pulushin e kemi zile që sa herë kalon çdo njeri, çdo gjallëz, çdo kafshë që nuk e kemi pjesë të shtëpisë tonë, ai është gjithmonë që leh edhe ne e marrim alarmin dhe dalim dhe themi kush është, edhe është goxha i rrezikshëm, pavarësisht se duket kaq paqësor. Tani po ndezim edhe zjarin. Armando po na gatuan mëngjesin. Po ju kishte normali për këtë pamjen. Mirëmëngjesi të gjithave nga Gjermania. Kemi pirë kafen e mëngjesit, kemi bërë skincare-in, sado që më mungon në fakt një hidratues i mirë për lëkurën, edhe duhet ka stile në fakt e kam lënë që nuk e kam bler, sepse dua që të shikoj diçka këtu në Gjermani, se meraku im në Shqipëri vazhdon ende për produktet që nuk janë cilësore dhe nuk vinë 100% origjinale, ose dhe ato pak dyqana apo vende që mund t'i kenë 100% origjinale
nuk i kam zbuluar akoma që të jem e sigurt dhe duhet të shohim këto ditë. Ne kemi ardhur dje në fakt, po nuk kam xhiruar dje, se ka qenë dita kështu e lodhshme, plus kam bërë punët e shtëpisë. Në fakt nuk ju kam thënë që kam ardhur bashkë me Vikin, po nuk është muhabet i përshtatshëm për ta thënë nga tualeti. Kështu që le të bëjmë pakës make-up edhe të vim pak në vete, dua t'ju tregoj çfarë pakosh më kanë ardhur këtu. Dhe po, mirë se vini në 20 ditë udhëtim në Gjermani. Marr të dyja mishat e mia që janë po i mbledh me pikatore, do me thënë, aq shumë më pëlqejnë dhe uroj shumë që t'i gjej edhe këto. Në ver tani përdor më shumë këtë 23-shin, ndërkohë në dimër kam përdor 21-shin, po që se kam në fund të dyja, po mundohem t'i shtrydh që t'i përdor deri në pikën e fundit. Sot është e diel dhe nga të vetmet, nga të paktat gjëra që mund të bëjmë si e diel që është të dalim ose në natyrë, ose ndonjë shëtitje në qytet, duke qenë se të gjitha gjërat janë mbyllur, edhe kemi Armandon në shtëpi, nuk është në punë, kështu që të dalim dhe ta shfrytëzojmë pak ditën së bashku. Konturi nga Kiko, shumë natyral, shumë kremos, sidomos për përditshmëri është perfekt. Kam përfunduar me këtë furçën që nuk e di sa vite e kam në make-upet e mia, sepse më shprishur ajo furça që hap konturin, duhet të blej ndonjë furçë këtej të mirë. I kam lënë të gjitha gjërat për t'i bler këtej dhe si përfundim, kur erdha këtu, më vjen shumë keq të harxoj lekët dhe jam kështu, nuk e di ç'a të blej, ç'a mos të blej, po pastaj them ç'a do më duhet, do ta blej, sepse në Shqipëri ua thash edhe nuk kam ndërmend që të shpenzoj shumë lek në Shqipëri, kur këtej gjërat janë edhe më lirë. I jep një formasim, një ngjyrë fytyrës shumë të bukur ky konturi. Nëse do më pyesni, është numri 201. Po e di çka kam vënë në re, i kam bler Dianës, mos gaboj, nuk e di ç'a 200 në 201-shin, por që bënte shumë dallim. Edhe nëse i kam bler 200-ën, t'ju tregoj rastin që e kam më konkret dhe më tamam. Ky është 201 që e kam bler në Gjermani dhe kam edhe një 201 që e kam bler në Itali, edhe bën diferencë. Ky i Gjermanisë më pëlqen më shumë. Këto furça që janë marrë në Rossmann i kam dhurat, janë shumë të mira. Janë shumë të forta edhe më pëlqen dhe shumë ky detaj i bambus. Besoj duhet jetë ky shkopi i furçës. Pastaj për laps përdor një nga Essence që ka këtë ngjyrën si në kafe, si në gri, njësoj si ngjyra e vetullave të mia. Sepse bëra laminim para ca kohësh, gati 1 muaj mos gaboj, por që ikën këtë ka laminimi, nuk është aty për gjithmonë. Edhe e thua një formasim shumë të vogël për ta bërë vetullën pak më të plot, më duhet pasqyra për këtë. Shikojeni pak diferencën, duket kjo që është më e formuar dhe më e plot. Edhe gjelin e vetullave që është nga Essence, ka sa gjëra të lira që i kam ribler dhe do t'i riblija përsëri, që më duket që janë shumë okay dhe nuk mendoj që është nevojshme të shpenzosh shumë kur e bëjnë punën njësoj. Nga këto është edhe ky gjeli i Essence, sado që kam parë nga Viki një gjel shumë të mirë tjetër që do ta blej këtu dhe do ua tregoj. Ishte vërtet shumë i mirë, se ky gjeli është shumë natyral dhe nëse keni ndonjë vetull me qime të trash, nuk besoj se do ua mbaj shumë. Për blush kam këto 2 opsione, tinti nga Benefit, që mendoj që edhe Catrice ka shumë të mirë nëse nuk doni të shpenzoni shumë, dhe kjo nga Isadore që e kam marrë në Gjermani në fakt, edhe këtë para disa kohësh dhe më kanë ngel thjesht kaq, dhe ka një ngjyrë baby pink shumë të bukur, shumë natyral, edhe do vendos këtë me qenë se këtej koha është pak gri, edhe nuk është aq shumë diell. Këto ditë nuk do kemi në një kohë perfekte që të mund të shfrytëzojmë edhe lumin ose pishinën. Armando, ja se mbarova.
E hapim pak shumë e furç. Dhe ngjan shumë natyrale, na kanë ngel edhe buzët tani. Se puna ka punë. Si jeni vetëm ju me këto gjëra. E kuptoni domethënë? Vjen ky, takimi e dytë. Po. Palestër do shkosh. S'ka rëndësi. Dhe për buzët, lapsin e anajsit, 301 është shumë natyral, nuk është se duhet të bëj një kontur shumë të fortë, por një kontur sa për mos të humbur ai formësimi i buzës nga make-upi. Shumë pak. Dhe do të sfumoj pak me këtë fundin e lapsit. Gjanë shumë natyrale dhe labelo për buzët e buta shumë mirë. Edhe gjanë një make-up dhe një look shumë fresh, shumë natyral. Kështu duket. Këtu në Gjermani më kanë ardhur shumë pako, po ndërtosht edhe burgash, ka të preferuarat e mia, që kam bashkëpunuar edhe më përpara, para shumë vitesh kur jetoja këtu, edhe dua t'ju tregoj se çfarë kam zgjedhur kësaj radhe. E para që kam zgjedhur, rizgjedhur më saktë, është një water bottle, e cila mban rreth 500 ml, edhe e mban ujin e ngrohtë ose të ftohtë për 24 orë dhe është shumë perfekte. Kjo më ka shpëtuar realisht në fakt gjatë ditëve të nxehta në Tiranë. Unë kam një ngjyrë bezh, por kësaj radhe doja të zgjidhja diçka pak më cute dhe më të bukur dhe i ka marrë se të gjitha me këtë lloj printi. Ka pjesën poshtë të silikonit në të cilën dhe po të bie, nuk e gjen asnjë lloj gjëje dhe këtë pjesën sipër e ka po prapë si me silikon në mënyrë që mos të derdhet, edhe është shumë perfekte si edhe për ujë të nxehtë nëse do të mbash në dimër për të bërë çaj, apo edhe gjatë verës për ujë të ftohtë, plus shikoni pak se sa e bukur që është. Zgjodha një cover telefoni për telefonin tim. Këto janë coverat më të mira në botë. Nëse keni provuar një herë do e kuptoni dhe do më besoni për këtë që unë po them. Është shumë e lezetshme edhe paketimet vijnë shumë të bukura edhe për dhuratë nëse duam të bëjmë dhurata. Ta provoj pak tani se si duket në telefonin tim portokalli, që nëse ka një gjë që më mërzit pak për telefonin portokalli është që nuk kombinon me çdo lloj kase. Okej, ngjan shumë lezetshëm. Mendoja që do ngjante pak më keq. Edhe këtë pjesën e butonave i ka që shtypen shumë kollaj, edhe nuk është nga ata që duhet të lodhësh shumë që ta shtypësh. Po më e rëndësishme janë covera shumë të fortë. Tetori vjen shumë shpejt. Nis viti i dytë akademik për mua, kështu që vendosa, po prapë me të njëjtin print, të merrja edhe një blok shënimesh. Është goxha i trashë dhe i bollshëm. Dhe pjesa e faqes së parë shumë e bukur, shumë motivuese, mund të shkruash dhe emrin tënd. Dhe pastaj për pjesën e brendshme zgjodha që të ishte me këto pikat në mënyrë sa më të thjeshtë për të shkruar dhe për të mbajtur unë shënimet e mia. Kishte edhe me kuti, edhe me vi nëse doje. Dhe këtu në fund ka një si xhep që mund të fus unë stikerat e mia. Dhe kjo pjesa këtu është me magnet. Më mungonte shumë një çantë ose një mbrojtëse për laptopin tim dhe e mora, erdhi dita më në fund që ta merrja. Është shumë mirë se unë e kam hapur dhe e kam provuar edhe nëse i bënte. Wow, shikojeni pak se sa e bukur që është shumë e trashë, është shumë kompakte, që edhe për ta hequr laptopin nga çanta e vet që ngjan shumë si plastik, si silikon, mund ta mbaj po prap edhe si tavolinë për ta vendosur laptopin tim, nëse do jem në krevat apo edhe nëse do jem kudo në natyrë apo çfarë do lloj vendi. Këtu ka të gjitha logot e veta, edhe këto vijnë të gjitha shumë mirë të paketuara me qesen dhe t'ua tregoj pak nga brenda. E kisha të hapur. Vjen kështu. Shikojeni pak, këtu janë silikon të fortë në mënyrë që mos të plaset laptopi sa andej edhe sa këtej. Shumë e bukur. Tani mendoj një çik të gjitha këto set me
njëra tjetrën në universitet dhe sa bukur që do ngjajnë. Është në description do të gjeni një link që nëse doni mund ta klikoni dhe nëse doni të porosisni, mund të porosisni nëpërmjet atij linkut që mund të pagoni 2 produkte dhe 2 të tjera t'i merrni falas. Hanging on, walking tall. Some days I got no use for it all. Working hard, making less. Some days are bad, bad at best. Kemi marrë me Vikin nga këto Jack dhe Cola që janë 2 në 1 edhe kemi marrë dhe ndonjë patatin, po presim dhe Armandon edhe thjesht të shohim dhe ndonjë film edhe të kalojmë dhe të bëjmë pak muhabet. Nuk e përfundova në fakt muhabetin paradite që po ju thoja për Vikin. Viki nuk ishte absolutisht plan të vinte fare në Gjermani, por në momentet të fundit, një ditë para, ishim mbas dite edhe ishim Viki do vish me mua në Gjermani, vi nuk vi, jo po do vi nuk vi, përfundoi që erdhi edhe jemi sot bashkë në Gjermani. Okej, ndjet shumë shija e Xhekut dhe Kolës thuajse fare. Apo duhet të them guten morgen. Jemi bërë gati. Po më merr edhe Armando se kemi përcjell për në punë dhe unë thjesht do t'ju bëja një outfit të check përpara se të dal. Jam me Vikin edhe do shkoj në qendra tregtare, do blejmë ndonjë gjë. Unë kam veshur bluzën e Armandos dhe uroj shumë që mos të më bërtasi. Koha këtu 2 ditë ka dhënë që do jetë shi edhe është goxha freskët dhe ta mendoni që unë kam marrë thjesht një palë pantallona të gjata, asnjë lloj bluze me të gjatë, xhaket, se po më thonin dhe faktikisht kështu ka qenë, kanë qenë temperaturat gati 40 gradë edhe këtu, ka qenë shumë vap, po erdhëm ne, kemi 2 ditë shi, 2 ditë fresk dhe pastaj do ngrohet përsëri koha. Kështu që le të dalim, më ul pak motivimi se ju thashë më mori Armando dhe hapa dhe më tha që ka ndodhur një defekt i madh te puna atje te Armando dhe ndoshta mund të vonojnë shumë materiale dhe nëse vonojnë materiale tha një javë mund ta bëjmë pushime dhe nuk mund të ndoshta mund të largohemi jo në datën 23 siç ishte plani, por mund të largohemi një javë para 23-shit. Dhe i thash Armandos, "Ç'a the? Të lutem shumë," i thash, "nuk dua t'ja di, dua të rri në Gjermani, ti shijoj këto ditët siç i kam planifikuar." Edhe po thoshte moj, "Ç'a po thua? Unë dua të vi në Shqipëri, ti po thua të rri në Gjermani." I thash, "Inshallah vonojnë materialet edhe t'i bëjmë pushimet siç janë." Duke menduar vetë për vete. Kam lyer buzët sot me këtë glossin e bashkëpunimit të Kikos dhe Gjuscavalli edhe është shumë i mirë. Duket me një shkëlqim shumë të bukur dhe ka ca xiza që nuk dallohen shumë në kamer, por janë vërtet shumë të lezetshme edhe është shumë hidratues. Edhe një gjë tjetër që më pëlqen është që një glos që kam përdorur më përpara nga Kiko është që kur frynte pak erë dhe floku im ngjitej aty, ishte si mastiç edhe mezi ikte ai mastiçi nga flokët. Kishte atë shumë të fortë, kurse ky e ka shumë hidratues edhe nuk ta ngjit atë flokun aty te buza dhe të ngjisi dhe duart pastaj kur e heq. Besoj më kuptoni, gocat e kuptojnë këtë. Këto janë të vetmet atlete që kam lënë këtu në Gjermani dhe nuk marr as me vete, kështu që me këto do përfundojmë.
qytetin e vjetër të Augsburgut, në lagjen e vjetër më saktë. Njësoj se kemi ne Muradie në Vlorë, edhe këtu quhet Augsburg Altstadt, që është qyteti i vjetër. Kemi bërë disa shopping të mira, por dua të tregojmë kur të vim në shtëpi. Nuk e di t'ju them që jam shumë e lumtur që jam në Augsburg, edhe më kishte marrë malli për shqetësinë këtu, për lirinë e të qenurit shumë e lirshme, edhe për mundësinë që thjesht hapësira ambienti të jep për të qenë e qetë, për të krijuar kontent shumë të bukur, estetik. Gjanë shumë bukur. U mundova të bëjte disa foto, nuk e di si kanë dalë, por do t'i shohim. Tani, jemi në Altstadt Augsburg. Viksi të duket Augsburgu. Shumë i bukur, shumë i pastër, të gjitha i ka, po vetëm njerëzit sikur të ngjisin. Energjia është energjia. Viki i pëlqen shumë Tirana, edhe mund ta bëni domethënë krahasimin pse si pëlqen Augsburgu. Kurse unë jam midis. Më pëlqen Tirana, Shqipëria, se ka më shumë njerëzit e mi aty, edhe energjia, moti, që unë lidhem shumë me klimën. Kurse këtu më pëlqen shumë estetika, qetësia. Tani dua më pëlqen se kam edhe vllajin, kështu që këto. Jeta e njeriut kështu është, gjithmonë më dyshje dhe asnjëherë nuk e gjejnë dot, ose nuk i gjejnë dot të gjitha të mirat në një vend. Kemi ardhur në shtëpi. Është ora 8:10. Edhe kam gjithë ditën jashtë, jam lodhur njerëz, nuk e di, jam shumë, nuk jam fare vetvetja, jam e vdekur. Viki zgjodhi të na bëj darkën sot, do bëj makarona me mish të grirë me salcë, edhe thash, ok, me që ke dëshirë, bëje ti, edhe unë thash po marr kohën time, që të tregoj se çka kam bleri, kam futur të gjitha këtu dhe bëjmë një haul mbas shumë kohësh në kanalin tim. Kam shumë kohë pa bërë blerje dhe shopping dhe t'ju tregoj. Nuk janë gjëra vetëm për mua. Gjë e parë që kam marrë janë këto shapkat Champion për të dashurin tim. I pëlqeu, donte shumë një palë shapka dhe i thash, diçka mos i blej në Shqipëri, thash sepse do t'i blej unë andej, duke qenë se janë edhe më të lirat çmimet se në Shqipëri. Jam rikthyer edhe një herë te kjo shampoja me ginger që e kam gjetë Tiki Max vjet dhe e rigjeta përsëri dhe thash do ta marr se e para njëherë që unë nuk përdor një shampo gjithkohës, por i ndryshoj pak, përdor njëherë këtë për shembull, njëherë përdor një tjetër. Në mënyrë që edhe floku mos të mësohet gjithkohës me një shampo, se më duket sikur nuk funksionon më, nuk e jep më atë funksionin e saj njësoj. Kështu që e mora përsëri se vërtet më ka pëlqyer, edhe më mban skalpin shumë të pastër, edhe për yndyrën më ndihmon shumë se floku im është shumë i yndyrshëm në rrënjë, i thatë në maja. I kam këto probleme gjithkohës me flokun tim. Edhe vjeti mora të dashurit këto për pikat e zeza të hunda, edhe i thash i gjeta prap dhe po t'i marr. Mirë bëre që i more, tha, sepse ti mi ke mbaruar. Edhe kështu është edhe vërteta. Funksionojnë tani 100% jo, po 80% po. Mora këto pantallonat e plazhit. Janë nga Nike. Janë shumë të bukura, më pëlqejnë shumë ngjyra, sidomos kjo ngjyra baby blue për në ver, I like it. Dhe i mora se edhe unë kam disa rroba në bojshelli dhe më pëlqen shumë që kur shkojmë në plazh bashkë, kombinohemi disi me ngjyrat. Për ju që më ndiqni në Instagram, e keni parë, kam marrë një këmish flak të kuqe, e mora atë që e provova tek Zara. Imagjinoni pak, këtu ka nisur uljet dhe nga 40 euro e kam marrë me 50% ulje gati 20 euro dhe ishte masa extra small në fakt, po vjen goxha e gjerë oversize. Dhe kuqa në ver është shumë e bukur, është perl, do me thënë, nuk e ka materiali lino, vjen një këmish klasike,
por megjithatë me një fund të bardhë apo pantallona bezh të shkurtra, kombinon shumë bukur. Nuk kam shumë të kuqe në koleksionin e gjërave të mia. Kjo është e preferuara ime, ua tregova dhe këtë më duket kur po e provoja, por mora një masë më të madhe. Është kjo bluza që ka këto puplat, këto qimet kështu, vjen në ngjyrë pana dhe ka pjesën e lisës këtu tek qafa dhe mendova në darkë me ndonjë fund saten ose ndonjë edhe pantallona të bardha gjatë verës, a në një fund pak me ngjyra dhe ishte shumë e bukur për këto darkat e lezetshme që mund të shkojmë të ham diçka apo të pim diçka. Ne duam të promotojmë edhe pushimet tani me të dashurin tim, si pushimet me familjen, si pushimet me të dashurin tim, akoma nuk kemi rezervuar asnjë lloj gjëje. I dashurin do shumë që të shkojmë në një resort në Turqi, sepse thotë që vërtet qetësohem atje, ai ka qenë edhe më përpar, edhe ka nevojë të qetësohet, nuk ka nevojë zhurmat e jugut apo edhe në Greqi që ishin vjet, kënaqesh pa fund, po edhe lodhesh, duhet të mendosh ku do parkosh, ku do hash, si do na dal koha, duhet të rezervosh, ku do gjesh parkim, apo e thash një herë këtë, edhe tha dua të shkoj atje se di që kam mendin të fjetur, do shkoj në plazh, në pishin, ku të dua unë, ushimin e ke aty, do të hash koha, do të flesh kofli, do të pish diçka, shkon e merr, ke gjithë kohës aty. Dhe unë nuk jam shumë fan se resorteve, sado që ka resorte edhe për rini apo për plus 16, jo familjar. Megjithatë i thash shiko e vet, nuk do ta prish. Edhe kjo është çanta që mora për veten time. Ja fiksuar pak në fakt me këtë formën e çantave. Ishte shumë në më dyshje, po kur më doli kjo, më tha dhe Viki Paula, shiko si ajo çanta që do e ti, e thash ta marr, më vinte dhe keq për lekët, por e mora, është nga US Polo, edhe ka këtë ngjyrën e jeshilës, edhe këtë pjesën këtu si, jo kasht, po nuk e di si quhet kjo në fakt, mos të gaboj kot, edhe është goxha e bollshme, ka dhe ripin e gjatë, dhe thash, ok, po e marr, pushimet i kemi para, edhe nuk kam kohë pa bler një çantë për veten time dhe një çantë të mirë mbi të gjitha. Edhe duket kështu, ka xhepa brenda, për ndarje, zinxhir dhe ka këtë lisën këtu. Kështu, duket e lezetshme. Kisha marrë edhe një laps vetullash, por ndoshta du ta kem te qesja e Vikit, jam bërë pak lëmsh gjërat. U riktheva dhe një herë prap përsëri gjithkohës concealerin nga Catrice 02, edhe para se të iki do bëj një furnizim të mirë, po këtë e mora se po më mbaronte ky këtu, dhe ky është gjeli vetullave që ju thash, është ky këtu, nëse e gjeni ta merrni dhe ta provoni, është shumë i fortë për vetullat, i mban goxha të ngrira. Kaq kisha, po lekët ikën. Dua tani këto ditët e tjera të dal të blej diçka për mamin, për babin, gjëra të tilla, domethënë, dhe disa porosi që i kanë dhënë të tjerët nga Shqipëria. Dhe ky ishte i gjithë hauli. Salsa është gati. Të lumshin duart Vik. Dhe makaronat janë zjerë. E ka shtruar edhe tavolinën për ne të dyja. Edhe tani do ham pasditën tonë. Se dreka nuk quhet, ajo që hëngrëm në një fet pizza. Ta shikoj Armando këtë vlogun, imagjinoni sa mirë jemi ushqyer, a do di që ishte Armando, a do di dije dhe pardije, dhe sot dita e tretë ne vajtëm të vendi prap. U rregullua edhe koha, sa perfekte që është, nuk na doli fare koha. Kishim bërë plan që tani pas dite të shkonim nga lumi, që kemi 2 minuta larg shtëpisë te parku aty, edhe të luanim ping pong, se i kemi ato të ping-pongut, edhe këto fusha e ping-pongut është atje, i kanë atje. Na bëf të mirë. I ul pak zërin televizorit, po mundon të rregulloj pak këto gjërat që bleva, po i fus në kartona që kur të iki i kam aty të sistemuara, edhe nuk harroj gjë këtej pas. Kemi hapur edhe ndeshjen, sot luan Portugalia me Spanjën. Viki e ka shumë që futbollin, kështu që do e shohim. Ndërkohë të mbaroj këto do bëj një dush dhe do qetësohem edhe un pak, të hap laptopin tim dhe të editoj këtë vlogun në mënyrë që ta postoj. Kështu që paçim nga ky vlog dhe shihemi në vlogjet e tjera. Bye!